Episodi tjetër i serialit të Braktisërit vazhdon me ngjarje dramatike që pasojnë martesën e detyruar të Azizes me Devranin, edhe pse shumë shpresonin se kjo martesë do t'i jepte fund konflikteve. Situata bëhet edhe më e ndërlikuar. Marrëdhëniet mes personazheve tensionohen gjithnjë edhe më shumë, ndërsa secili përpiqet të mbrojë njerëzit që do. Faruk nuk është ende gati të pranojë se ka humbur Azizen. Ai është i bindur se ajo nuk është e martuar me dëshirën e saj, por është e detyruar nga rrethanat dhe nga nevoja për të mbrojtur motrat e vëllezërit. Kjo bindje e shtyn të ndërmarrë një hap shumë të rrezikshëm. Ai përpiqet ta largojë Azizen nga Devrani, duke menduar se kështu do t'i jap asaj një mundësi për të rifituar lirinë. Megjithatë, plani nuk shkon ashtu siç ishte menduar dhe të dy përfshihen në një aksident të rënd që rrezikojnë jetën e tyre. Për fat, Aziza i mbijeton aksidentit pa lëndime serioze. Megjithatë, ngjarja le pasoja të mëdha emocionale. Devrani zemërohet edhe më shumë, sepse sheh veprimin e Farukut si një ndërhyrje të drejtë për drejtë në jetën e tij. Nga ana tjetër, Aziza nuk pranon që dikush të vendosë për të dhe vazhdon ta kundërshtojë Devranin, sa herë që ai përpiqet të kontrollojë jetën e saj. Konfliktet mes tyre bëhen gjithnjë e më të ashpra, duke treguar se martesa e tyre është larg të qenit një marrëdhënie e qetë. Ndërkohë, Xhemo vazhdon të mbajë mbi supe barrën e familjes për të ndihmuar motrat dhe vëllezërit, edhe pse Devrani ofron mbështetje. Xhemo e refuzon me krenari. Ai nuk dëshiron që familja e tij të varet nga njeriu me të cilin Azize është e detyruar të martohet. Për këtë arsye ai fillon të kërkojë mënyra për të fituar para vet, edhe pse kjo mund të vendosë në situata të rrezikshme. Në të njëjtën kohë, Fidan vazhdon të vërej afrimin mes Zeliha dhe Jusufit. Ajo nuk arrin ta kuptojë plotësisht këtë marrëdhënie dhe reagimet e saj krijojnë tensione të reja brenda familjes. Çdo zhvillim i vogël mes Zeliha dhe Jusufit bëhet shkak për debate dhe keqkuptime, duke bërë atmosferën edhe më të ndërlikuar. Nga ana tjetër, edhe jeta sentimentale e Xhemos fillon të ndryshojë. Ndjenjat e tij për Melis bëhen gjithnjë e më të forta, edhe pse përpiqet i fshehë emocionet, ai e kupton se nuk mund t'i mohojë më. Xhemo ndodhet përballë një dileme, të shpreh atë që ndjen apo të vazhdojë të heshtë nga frika se problemet që po kalon familja do ta bëjnë të pamundur një lidhje. Azize ndërkohë përpiqet të ruajë ekuilibrin mes detyrimeve që ja imponon martesa dhe përgjegjësinë ndaj motrave e vëllezërve. Çdo ditë është një provë e re për të. Ajo përpiqet të mos humbas forcën dhe të mos lejojë që rrethanat ta ndryshojnë si njeri. Megjithse ndodhet në një situatë shumë të vështirë, Azize vazhdon të luftojë për dinjitetin e saj dhe për lumturinë e familjes. Ndërkohë Devran fillon të kuptojë se respekti dhe besimi i Azizes nuk fitohen me detyrim. Përpjekjet e tij për ta mbajtur pranë shpesh përfundojnë në debate, sepse Azize nuk pranon të humbas lirinë dhe personalitetin e saj. Kjo e bën marrëdhënien edhe më të ndërlikuar dhe lë të kuptohet se sfidat mes tyre sapo kanë filluar. Ndërsa episodi tjetër sjell zhvillime të rëndësishme në jetën e Azizes dhe familjes së saj. Pas gjithë sakrificave që ka bërë për të mbrojtur motrat dhe vëllezërit, Azize përballet me një të vërtetë që e trondit thellë. Ajo zbulon se vera është arsyeja kryesore pse Devrani ka zgjedhur të qëndrojë në Stamboll. Ky zbulim ndryshon mënyrën se si e sheh ajo burrin e saj dhe krijon një konflikt të ri mes tyre. E zemëruar dhe zhgënjur, Azize nuk e fsheh revoltën. Ajo përballet drejt për drejt me Devranin dhe akuzon se nuk ka qenë kurrë i sinqert me të. Debati mes tyre është një nga momentet më të forta të episodit, pasi të dy shprehin hapur pa kënaqësitë dhe zhgënjimet që kanë grumbulluar prej kohësh. Azize nuk pranon më të heshtë dhe vendos të marrë kontrollin e jetës së saj. Pas kësaj përballjeje, ajo merr një vendim të rëndësishëm. Vendos të qëndrojë pranë motrave dhe vëllezërve të saj, duke i bërë të qartë Devranit se familja e saj do të jetë gjithmonë përparësia kryesore. Ky vendim mbush me gëzim fëmijët, të cilët kanë frikë mos e humbasin përsëri motrën e tyre të madhe. Për ta, prania e Azizes është burimi më i madh i sigurisë dhe shpresës. Ndërkohë, edhe historia e Zeliha dhe Jusuf merr një drejtim të ri. Zeliha nuk dëshiron më të fshehë ndjenjat që ka për Jusufin. Pas shumë hezitimesh, ajo vendos të pranojë hapur dashurinë e saj dhe të mos lejojë që frika apo mendimi të tjerëve ta pengojnë. Ky vendim sjell emocione të forta dhe ndryshon marrëdhënien e tyre, ndërsa familjarët përballen me një realitet të ri. Nga ana tjetër,
Hashmet dhe Nexhra përballen me pasojat e një sekreti që kanë mbajtur të fshehur për një kohë të gjatë. Për të fituar faljen e Melisit dhe për ta bindur të bashkëpunojnë në një plan të ri, ata vendosin të shesin Byzylykun që ka vlerë të veçantë. Ky vendim prekjo vetëm Melis, por edhe gjithë fëmijët, të cilët e shohin Byzylykun si një kujtim të rëndësishëm nga e kaluara. Kur Sameti dhe Balim mësojnë se Byzylyku mund të shitet, vendosin të veprojnë vetë, edhe pse janë ende të vegjël, ata hartojnë një plan për të shpëtuar atë. Vendosmëria e tyre tregon edhe një herë lidhjen e fortë që kanë me familjen dhe dëshirën për të ruajtur gjithçka që u kujton prindrit dhe jetën e dikurshme. Edhe Azize nuk qëndron duar kryq, ajo vendos të filloj punë për të fituar para me forcat e veta. Synimi i saj është që të mos varet nga askush dhe të sigurojë të ardhurat e nevojshme për të mbështetur motrat e vëllezrit, por edhe për të shpëtuar Byzylykun para se të jetë tepër vonë. Ky është një hap i rëndësishëm për rrugtimin e saj drejt pavarësisë. Ndërsa Azize përpiqet të ndërtojë një jetë të re, Devrani e ndjen nga afër çdo veprim të saj, edhe pse marrëdhënia mes tyre vazhdon të jetë e mbushur me tensione. Ai përgatit një surprizë të papritur për Azizen dhe fëmijët. Ky veprim lë të kuptohet se edhe ai po përpiqet të ndryshojë mënyrën se si e shohin të tjerët, megjithse motivet e tij mbeten të paqarta. Gjatë gjithë episodit, tema kryesore mbetet lufta për familjen dhe për dinjitetin. Azize vazhdon të tregojë se është e gatshme të sakrifikojë gjithçka për motra dhe vëllezrit, ndërsa fëmijët dëshmojnë se, pavarësisht moshës së tyre, janë të gatshëm të bëjnë gjithçka për të mbrojtur njëri tjetrin. Këto dy episode të serialit të Braktisur shënojnë një pikë these të rëndësishme në histori. Nëse episodet e para ishin të përqendruara te arratisja dhe mbijetesa, këto dy episode fokusohen te lufta e personazheve me ndjenjat, përgjegjësitë dhe zgjedhjet që do të përcaktojnë të ardhmen e tyre. Çdo personazh përballet me një sfidë personale, ndërsa marrëdhëniet mes tyre bëhen gjithnjë edhe më të ndërlikuara. Azize, një grua që lufton për lirinë e saj. Azize mbetet personazhi më i fortë i serialit, edhe pse është e martuar me Devranin, ajo nuk e pranon që jeta e saj të kontrollohet nga dikush tjetër. Pas aksidentit, ajo nuk ndryshon qëndrim ndaj Devranit, përkundrazi, vazhdon ta kundërshtojë dhe t'i tregojë se martesa nuk do të thotë se ai mund të vendosë për jetën e saj. Devran fillon të tregojë një anë më njerëzore, por mënyra se si përpiqet ta mbajë pranë Azizen krijon edhe më shumë konflikte. Nga ana tjetër, Faruk nuk e qdor nga dashuria e tij dhe vazhdon të besojë se Azize është e martuar me detyrim, duke kthyer rivalitetin me Devranin në një nga konfliktet kryesore të serialit. Paralelisht, Xhemo përpiqet të mbështesë familjen me forcat e veta, ndërsa ndjenjat e tij për Melis bëhen gjithnjë më të forta. Zelia vendos të mos e fshehë më dashurinë për Jusufin, duke hapur një kapitull të ri në historinë e tyre. Në përgjithësi, këto dy episode theksojnë tre tema kryesore: sakrificën, dashurinë dhe familjen. Ato tregojnë se çdo personazh është i detyruar të bëjë zgjedhje të vështira, të cilat do të ndikojnë në zhvillimet e episodeve të ardhshme.